Kemi kënaqësinë të mirëpresim një figurë të shquar të muzikës shqiptare në Maqedoninë e Veriut, me një karrierë mbi 25 vjeçare. Ai ka kontribuar ndjeshëm në skenën muzikore, duke interpretuar në skena botërore dhe duke sjellë vlera të reja në muzikën shqiptare. Përveç angazhimeve të tija artistike, ai ka qenë edhe një figurë e rëndësishme në edukimin muzikor, duke krijuar katedrën e gjuhës shqipe në shkollën e mesme të muzikës Ilija Nikolovski Luj në Shkup. Së fundmi ai është në postën e tij shumë të merituar, drejtor i Filharmonisë së Maqedonisë. Ky hap mbetet të jetë historik pasi që për herë të parë në histori në këtë institucion drejtuesi është shqiptar. Sot do të flasim me të për rrugtimin e tij artistik, sfidat dhe vizionin për të ardhmen e muzikës në vend. E mirëpresim në studio zotëri Mustafa Imeri. Mirë se erdhët. Dhe profesori im. Mirëmëngjesi. Ta ishte kënaqësi të jem pjesë e emisionit tënd dhe si ish nxënësia ime apo. Shumë faleminderit. Patjetër, faleminderit. Rahatoni. Dhe e dim që mëngjeset janë gjithmonë me plot me angazhime të shumta dhe pasi që tani jeni më edhe një post të ri, mirë, po si janë mëngjeset e juaja? Të them të drejtën, të periudhën e fundit ka ndryshuar apo jeta ime profesionale. Po ka ndryshuar në mënyrë që faktikisht pedin vetë shkolla e muzikës kishte oraren e caktuar, këtu tani si udhëheqës i institucionit nacional Filharmonia e Maqedonisë së Veriut, duhet të jemi pari në punë, që ti motivoj të tjerët, ti motivoj kolegët për punën që të sa më mirë ta menaxhojmë këtë institucion të rëndësishëm. Sigurisht. Unë dua sigurisht të t'ju përgëzoj fillimisht edhe për postin tuaj të ri shumë të merituar dhe një revolucion, siç e thash edhe pak para emisionit, sepse mendoj që ka qenë edhe koha të kemi edhe një drejtues të denj i cili i përket një institucioni të tillë. Pas shumë viteve mund edhe punë të palotshme u emëruat drejtor i këtij institucioni. Si po e përjetoni këtë drejtim? Si e pritet në fakt? Shif, emërimi im si drejtor i Filharmonisë erdhi prej një situate politike, ku me shumë zell dhe përkrahje nga kryetari i Partisë Lidhja Demokratike zotëri Izzet Mexhiti, i cili i ndeti ballë kësaj pune, edhe i cili faktikisht besoi në mua, besoi në profesionalizmin tim si profesionist, që të marrë drejtimin e këtij institucioni. Edhe pse rrugtimi im ka qenë mjaft, si të them, një jetë, nuk di, ndoshta shkrim jetësor është ajo që të bëj hapjet e para në rrugtimet muzikore, kulturore. Së pari fillova në shkollën e mesme të muzikës në Tetov, është gjenerata e parë, me shumë kolegë tjerë që ishim si klasë eksperimentale. Nga ajo klasë eksperimentale 11 dulëm të diplomuar, pastaj unë e diplomova në Shkup, në Shën Kirill dhe Metodi, në katedrën e solokëndimit. Pastaj ai rrugtim vazhdoi, apo kam punuar edhe në shkollat fillore, vazhdoi me hapjen e shkollës së mesme të muzikës këtu në Shkup, ku isha si kujdestari i parë. Pastaj vona shef i katedrës, ku udhëheqa shkollën për 15 vite. Unë jam gjenerata e tretë e paralelës shqipe. Shive, kjo është kënaqësia më e madhe e jona, ndoshta se atë rrugtim që i kemi bë, që faktikisht dikush edhe na ka dhënë mundësinë të udhëheqim ato, po fruti më i madh është kjo që kemi nxjerrë të rinj, unë në atë moshë dikush më ka ndihmuar mua, tash unë kam ndihmuar mjaft nxënësve dhe kënaqësia më e madhe është kjo që ju shohim juve duke u shndruar faktikisht në njerëz të mirë, të profesionit, profesional dhe vetëm kështu mund të shkojmë përpara neve si kom. Shumë e vërtet. Sapo keni filluar një rrugtim të ri, na tregoni si e gjetët institucionin. Është një institucion i cili ka shumë mision dhe sjell shumë vlera për një vend, qoftë për vendin tonë, mirë po edhe për çdo institucion në fakt të tillë në botë. Cilat do të ishin ato misionet e para që do të ndryshonit në institucionin e Filharmonisë? Diçka që menjëherë keni vënë re, të themi. Shqipni, institucioni Filharmonia e Maqedonisë është institucioni 4 me rangim në Ministrinë e Kulturës. Kryesisht për opinionin, kryesisht kultivon muzikën serioze, muzikën klasike.
edhe pse unë tash pas emrimit tim ka gati 1 muaj e 10 ditë që jam emëruar. Në aspekt të asaj, faktikisht unë kam trashëguar një programin e drejtorëve të mëparshëm. Edhe tani momentalisht unë e realizoj programin që është i bërë prej drejtorëve. Pasi që programi fillon nga viti 2024, nëse nuk gabojmë shtator apo tetor dhe vazhdon? Tash në qershor është mbyllja e sezonit, zakonisht nuk shkon me kalendarin, po shkon me si sezon. Sezoni fillon prej në 7 tetor edhe mbaron në qershor. Do të thotë deri në fund, tash faktikisht e kemi mbylljen e sezonit në fund të qershorit dhe fillon sezoni i ri prej deri në vitin e ri faktikisht është duhet të realizohet programi i vitit të mëparshëm. Ndërsa unë momentalisht jam duke me bërë programin deri me 30 qershor, duhet ta jap programin për vitin e ardhshëm, do të thotë për vitin 2026 kalendarik, që kap edhe vitin gjysmën e vitit 2027. Edhe aty është faktikisht tash ai realizimi im që sa të them në mënyrë profesionale, për shkak se realisht neve kemi shumë pak instrumentistë të rangut që mund të performojnë në filharmoni. Tash flas pak jon këtu, kemi jashtë vendit. Jam duke u kontaktuar me gjithë që të mundemi, për shkak se unë tash kam mandatin 4 vjeçar, nëse edhe mbaroj mandatin deri në fund, do të kenë hapësirë të gjithë ato që janë nëpër filharmonitë botërore shqiptar të kenë një koncert më së paku për këto 4 vite derisa apo jem unë aty në filharmoni. Profesor, unë si një ish nxënëse juaja dua ta bëj këtë pyetje, sepse shumë nga ne e kemi parë ndonjëherë të pamundur punësimin apo edhe thjesht të marrin pjesë në skenën e filharmonisë. Sa të punësuar shqiptar ka në këtë institucion? A do të rritet numri, pasi që pak a shumë e përmendët edhe këtë, mirë po që mos të ikin talentet jashtë vendit. Unë kam pasur në gjenerat që kanë shkuar në Tiranë, kanë shkuar në vende të ndryshme, mirë po të rikthehen sepse ne kemi skenat të muzikës serioze, klasike, kemi vend ku të performojmë. Patjetër, do të ketë punësime, do të bëhen punësimet, unë edhe pse tash nuk dua të të largohem, jo pyetjes, po të largohem asaj se me të vërtetë jam shumë herët në këtë drejtim. Po patjetër do të ketë punësime. Momentalisht ka dikun 5 shqiptar që janë të punësuar, po jo vetëm në orkestër, po me gjitha administratën, në eshalonet të ndryshme të punës brenda, dhe besoj se në të ardhmen do të ketë, pse jo, edhe pse faktikisht aty do të kenë mundësi të konkurron gjithë secili, edhe do të ketë komisione si në çdo vend të punës, po pse jo shqiptarët, kur tash Mustafa është drejtor aty, nuk është çështje vetëm se Mustafa është aty si shqiptar, po në aspekt ne duhet si shqiptar të mësojmë se duhet të konkurrojmë në për vendet ku mendojmë se jo meritojmë, po ku mendojmë se jemi adekuat për të punësuar. Do të thotë, unë nuk kisha mund të jep drejtori filharmonisë nëse nuk i kisha plotësuar kushtet për konkursin që ishte. Normalisht. Edhe mu kjo pikërisht e bëri atë që unë të jem sot pjesa e saj. Unë e kisha apeluar deri të gjithë që ëndrën asnjëherë mos ta shuajnë vetë, po çdo herë të edhin edhe vetë derisa kam qenë edhe profesor, ju kam folur me çastin që çdo herë duni vetë ta drasoni rrugën me ndihmën e njerëzve përreth. Po punën ta bëni me dinjitet, profesionalisht, për shkak se edhe të kryeni fakultete, se tash gjithë konkurset janë me apo ka rregulla se si duhet kërkesat për çdo institucion, dhe nuk mundemi më të nxjerrim veten se aq se do të bëhet. Jo, nuk ka aq se do të bëhet. I kryen dokumentacionin, do shkollohesh, kryen fakultetin, gjitha ato që për me mujtë edhe me konkuru nesër në vend punës. Se realisht bota, jo vetëm te ne, po gjithkund shkon në atë mënyrë. Nuk mundemi faktisht çfarë kërkoj unë në ndonjë institucion tjetër, flas nuk e di, në administratë shtetërore, kur unë jam profesionit muzikës, kam kontribuar aty edhe realisht ky post me shumë emocione them se është shumë privilegj i madh për mua,
në qoftë se flasim në pjedestalin e asaj karriere muzikore edhe kretë, kjo është një kulm që çdo njeri kishte pas dëshirë ta ketë. Edhe njerë falenderojmë për mundësinë që më dha, kështu haptas në televizionin tuaj, po tash është bara më e madhe imja që të dëshmoj për atë kosa do t'jem ati, të dëshmoj me koncerte të bukura, me jo vetëm flasë edhe me instrumentistë dhe dirigent shqiptar, po në përgjithësi për shkak se Filharmonia nuk është institucion me renomën ndërkombëtare. Edhe faktikisht ne nuk mund ta izolojmë, ta bëjmë vetëm nacionale, as për shqiptarët, as për maqedonasit, po është në nivel tjetër botëror. Një gjë që kultura apo arti, në këtë rast muzika e ka, është ajo që nuk duhet të njihen kufi, nacionalitete. Për fat të keq, po, për fat të keq. Për fat të keq, mirë po shpresojmë që edhe këto gjërat të themi pak më të vogla, të cilat ndodhin në shumë institucione, të ndryshojnë pak nga pak. Unë, profesor, do doja të dija pak a shumë edhe për sa jeni ndjerit i vlerësuar si artist në vendin tonë, për gjatë gjithë karrierës tuaj, keni kaluar shumë etapa të ndryshme të jetës. Mirë po si mendoni, sa keni qenë i vlerësuar, qoftë edhe nga populli, qoftë edhe nga institucionet përkatëse, qoftë edhe nga të gjitha rrethanat që mund të qesin në pah një artist si qeni edhe jo? Shif, lufta ka qenë çdo herë. Ajo luftë ka ekzistuar çdo herë në aspekt për shkak se unë jam prej atyre që kam ndihmuar shumë edhe brezit që kam mundur t'ju ndihmoj edhe unë. Për shkak se kam kaluar vetë në shumë vështërsi gjatë karrierës, edhe pse publiku për atë punë që e kam bërë deri tash në koncertet edhe klasike edhe ku kam kënduar, e kanë vlerësuar faktikisht profesionalizmin edhe vokalin tim. Po ashtu si njeri familjar, si njeri i cili përfaqëson vlera familjare edhe profesionale, edhe jam i përmbushur plotësisht me gjithë shka që më ka dhënë publiku shqiptar, jo këtu, po gjithë kund ku kam marrë pjesë, edhe pse prapë kthehem aty, nuk duhet, edhe pse unë jam për shembull tash drejtor, duhet t'ju jepen hapësirë gjithëve. Skena e tregon vetë se a je adekuat për aty apo jo. Nuk mundet dikush, ose nuk kush jam unë, që t'i ndaloj dikujt të dalë në skenë. Në qoftë se je instrumentist i mirë, në qoftë se punon, ne dim si punohet që t'jesh instrumentist virtuoz, do të kërkon shumë punë, edhe pse muzika serioze në vend ka qenë çdo herë, nuk ka qenë shumë e popularizuar, se faktikisht mund të them se gjysma më ndodhe tani që dikush të më pyet se ku jeti drejtor tash te opera, ka njerëz që edhe nuk e din edhe Filharmonia ku është, edhe me çka përmban Filharmonia, me çka merret Filharmonia. Tash do të bësh koncerte, se kam qenë një pjesë apo edhe në Qikun, 12 vite, duke bërë Tingujt e Qarshis bashkë me drejtoreshën Sermine Purini, një etapë të madhe, jo vetëm për muzikore, po në gjitha sferat kulturore, kemi bërë një shumë punë të madhe atje, edhe... Në mungon shumë, në fakt, ajo periudhë. Realisht, prej se, po edhe aty njerëzit nuk e din, ajo Qiku është në kuadrë të qytetit Shkupit, nuk është në kuadrë të Ministrisë të Kulturës. Edhe tash, për shembull, kur jam Filharmoni këtu, më thonë pse s'bën koncerte komerciale. Filharmonia është institucion tjetër, ka një nivel tjetër dhe realisht unë nuk mundem ta zbres nivelin që të bëj diçka vetëm për publikun, por thjesht ajo është institucion që kultivon muzikën serioze, është orkestër që ekzekuton vepra të ndryshme si muzikës klasike, klasi Mozarta, Beethovena, edhe prej kompozitorëve shqiptar, edhe pse momentalisht duke bërë programin për vitin e ardhshëm, unë kam marrë asistent në bordin artistik, kompozitorin Fatos Lumani, i cili po ashtu po më ndihmon zbashku me bordin artistik të Filharmonisë mbrenda, me kolegë që i kemi tash, kemi bërë një bord artistik i cili do të zgjedhin koncertet për vitin 2026-2027. Shumë bukur, përshëndesim edhe profesorin Fatos. Unë, profesor, dua pak të kthejmë edhe tek posti juaj si shef i katedrës, ku keni qenë që nga viti 2009, nëse nuk gabohem, pra kanë kaluar shumë vite,
si ka qenë fillimi, pasi që gjenerata e parë ka qenë, të themi, me një numër pak më të vogël, unë kam qenë gjenerata e tretë këtij drejtimi shqip të muzikës së mesme, ku kemi qenë vetëm 13 nxënës. Si kanë qenë fillimet dhe pastaj si e përjetuat edhe largimin nga ky post? Shife, shkolla e muzikës kur u hap në atë periudhë, u hap nga iniciativa e prindve së bashku me Ministrinë e Arsimit, i cila zotëria Agimi, që ishte atëherë si shef i katedrës për shkollat e mesme në Ministrinë e Kulturës, do me thonë iniciativa rrjedhi nga prindët për shkak se u bën një grup, po ashtu si u bën për Tetov kur isha unë, u bë edhe për në Shkup. Kishte iniciativa, tentativa edhe më herët të hapen, po çdo herë dështonjin me atë se nuk kemi numër, nuk mundet të hapen. Po ja ato prind edhe i dulën ball, edhe u hap paralel. Më dha mundësia mu të jem kujdestari i parë i klasës të parë atëherë. Gjithë kolegë që edhe momentalisht kam pas kolegë edhe aty, jo të gjithë, po një pjesë ishim, ne fillum të punojmë honorar, gjithë ishim honorar aty në fillimet, dhe pastaj duke u bë viti 2, viti 3, fillon të zmadhohet numri i orëve dhe u fillum të punësojmë një nga një brenda atij institucioni. Unë nga natyra jam edhe, si të them, jam shumë principiell dhe kam dëshirë që në mënyrë, si të them, në mënyrë të elaboroj për atë për shembull se çfarë mendoj se duhet bëhet. Edhe kam hasur në vështirësi në fillimet, apo për shkak se unë edhe si mandem vitin e dytë edhe si shef katedre duheshte ti vendos klasat ku do të mësojnë, si do të mësojnë, ishte një luftë brenda, po ajo luftë unë e kam bërë me qetësi, do të thotë nuk e kam bërë me jehon që të bëhet skandale brenda asaj, dhe kam mbrit qëllimin brenda 15 viteve që gjithë nxënësit shqiptar ta përdorin, jo brenda 15 viteve, po në 3 vitet e para, që të gjithë nxënësit shqiptar të përdorin gjithë ndërtesën, për shkak se ne nuk duhet kërkojmë hise të na japet dikush. Ajo neve na takon. Unë jam rritur këtu, kam lindur në Shkup, kam punuar në Shkup, paguaj tatim këtu në këtë shtet, jetoj në këtë shtet, prindët mi kanë jetuar në këtë shtet dhe nuk pres që dikush do duhet të më japë hise. Realisht edhe ajo është ndoshta edhe fatkeqësia më e madhe që ne këtu presim në aspekt që duhet dikush të na japë diçka. Jo. Po në mënyrë kulturore, në mënyrë profesionale që të tregojmë se kjo edhe kjo nuk shkon kështu. Edhe pse bota është shumë përpara, ne flasim për gjëra banale, këto janë gjëra banale në botën moderne. Edhe në klasat e para kishte faktikisht një numër, vitin e parë ishin dikon 11, pa mandej 15, pa u rrit numrin 17, pa një vit kishim 21 nxënës, pastaj dal nga dal filloi me ra. Filloi me ra për shkak se jo vetëm te ne. Se kishte disa nëpër portale se ja po bjen numri do të mbyllet shkolla. Shifni, unë me atë që kam kuptuar edhe ku kanë qenë 21 nxënës shqiptar, për asaj klase kanë diplomuar 1 apo 2, kanë mbaruar ose kanë vazhduar shkollimin në muzikës. Më duket që gjenerata ime jemi më shumë, nga 13, 9 nxënës kemi vazhduar drejtimin. Po, nuk do të thotë në fakt. Nuk do të thotë se kush do të vazhdon, se gjatë viteve fëmijët fillojnë ta humbin, dikush humbet gjatë shkollimit, edhe në atë aspekt faktikisht filloi të zbresë numri, po te ne për shembull ka zbritur në 3-4 nxënës, po nëse flasim të pala tjetër që askush nuk e dinte, dhe unë për herë të parë tash për shpalos, atje kishte ndërramje drastike prej 34 në 15. Domethënë problemi ishte se globalisht në shtetin ton filloi muzika me ra për shkak të ideologjisë të punësimeve. Do të thotë çfarë do të bëj ti si nxënës, çfarë do të bëj unë nëse mbaroj fakultetin e muzikës, ku do të punësohem. Edhe sot është ky problem që realisht do duhet pak a shumë të mendohet në sferën edhe arsimit edhe të kulturës, për shkak se edhe filharmonia momentale, nëse për 10 vitet e ardhshëm nuk prodhon trombonista, nuk prodhon tubista, flas për instrumentet që janë me më pak numër,
neve dhe Filharmoninë për 10 vite nuk do të kemi orkestër të plot. Kupton, domethënë nuk është kjo çështje rrate shqiptarët apo vetëm do të mbyllet shkolla. Edhe pse këto janë shkolla profesionale, këto shkolla profesionale mujnë edhe me 3 nxënës me funksionu, edhe me 2, po mujnë edhe me 35. Do të thotë pse është shkollë profesionale për shkak se edhe unë, edhe ashtu vazhdon, ti studion solo këndimin, studion violinën, studion teorinë e muzikës, drejtimet e ndryshme, edhe faktikisht pastaj e gjen veten aty ku duhet. Profesor, pasi që jemi edhe në minutat e fundit, unë dua pak a shumë të di edhe për plan programin, biseduam pak a shumë që do t'jetë në këtë vit, mirë po ju jeni edhe i lindur në një familje artistësh. Si ka qenë fëmijëria, në fakt, a e keni menduar ndonjëherë që do të arrini deri në këtë post, sepse folëm pak që është pjedestali, deri në një moshë mjaft të re të arrini të themi gjithçka në profesionin tuaj. Keni qenë që nga këngëtar, artist, solo këngëtar, profesor, shef i katedrës, tani më edhe drejtor. Na tregoni pak a shumë e curinë. Shif, Valbona, kjo është çështje shumë interesante. Unë kam filluar edhe kam folur në emisione, kam filluar te klubi i fëmijëve të lumtur mu në këto studiot tuaja televizive, duke kënduar këngë për fëmijë, festivale të fëmijëve, edhe pse talentin tim e zbulojnë atko Axha im Ademi Meri, dhe ishte një rrugtim o sportin o muzikën. Unë zgjedha që të vazhdoj të bëhet muzika profesioni im, edhe realisht po del tash që nuk kam gabuar në atë. Jam munduar të bëj punën profesionalisht, të mos ankohem për gjërat, edhe pse çdo herë ka njerëz që flasin, po nuk u mësova se nuk duhet dëgjoj, duhet të kesh vizionin edhe të përcjellësh vizionin dhe ai rrugtim faktisht me atë shkollë të mesme të muzikës, se ndoshta edhe ky fati im nuk është vetëm fati im, po është fati shumë të trive shqiptar që tash kanë mbriu, ne kam kolegë të jashtë, edhe Jetmi Rexhepi është drejtori i ansamblit shtetëror këngëve dhe vallëve, ka qenë po mua ashtu ajo gjeneratë prej tetovës kur kemi edhe ish drejtorët që ishin aty. Do të thotë po sife unë drejtorin nuk e perceptoj si diçka që është, tash Mustafa është aty edhe është e imja. Thjesht unë jam kalimtar në atë institucion, si gjithë shumë drejtora tjetë. Thjesht do të mbetet profesionalizmi i punës edhe përkushtimit tim që do të bëj për këtë periudhë, për atë periudhë sa do të jem drejtor aty. Do duhet ti ndajmë pak gjërat, se ajo tash, po, fakt është që jam drejtori i parë shqiptar, po ajo nuk duhet të jetë piknisja ime si profesionist, po thjesht do duhet faktisht bashkë me atë ekipin që momentalisht e kam aty, të bëjmë koncerte të mira, që Filharmonia të ngritet apo në nivel edhe më të lartë artistik, dhe ajo faktisht ajo është puna që realisht e vlerëson pjesa edhe komuniteti i atij profesionit që faktisht unë e punoj. Dhe në fund të mbetet që të gjithë shikuesit që po na ndjekin edhe të gjithë popullit në fakt të vizitojmë Filharmoninë pak më shpesh, se ndonjëherë e shohim që në kohën më të kaluar kemi parë dhe skena pak a shumë të boshatisura, mirë po duhet që të vizitohet Filharmonia, sepse gjithmonë ka sjellur vlera shumë të mëdha për shoqërinë, sjell vlera shumë të mëdha për kulturën tonë, dhe tashmë jam e bindur që të kemi edhe një plan program të cilin do ta gjejmë secili nga ne veten aty. Patjetër, që unë tash edhe po ju ftoj me datën 17 qershor në parkun e qytetit. Do të Filharmonia do ta përmbyll sezonin me këngë nga filmat vizatimor që gjithë i kemi kaluar në fëmijërinë tonë. Koncerti do të quhet Fantazia, i thras qytetarët kush ka dëshirë të vinë me fëmijët e tyre të kalojmë një dhe do të jetë falas. Po, aty do të jetë falas. Është pikërisht mbarimi i sezonit është në parkun e qytetit,
dhe bëhet për publikun e gjerë të Shkupit. Dhe çdo vit sjell laramani të ndryshme të koncerteve. Unë ju falenderoj shumë profesor që ishit këtu bashkë me ne. Unë ju përgëzoj shumë edhe për postin e ri dhe jam shumë të bindur që do të jeni një drejtor që do të mbahet mend, nuk do të jeni vetëm kalimtar. Mirëpo do të mbahet mend puna juaj që do të lënë bresa. Faleminderit shumë për ftesën Valbona dhe ty të uroj shumë. Faleminderit shumë. Edhe pse të kam ndjekur mjaft këtë periudhë edhe në Facebook me gjithë kjo është me të vërtet me kënaqësi shumë të madhe që jam edhe përballë teje, që kisha nderin që një nxënës e imja të jetë në televizionin shtetëror. Ju faleminderit shumë profesor. Faleminderit për ftesën.